Mirëmbrëma Prishtinë, mirëmbrëma Kosovë, mirëmbrëma mbështetës së Bashkimit të Madh. Është nder, është kënaqësi, është ndjenjë e jashtëzakonshme të mblidhemi sërish edhe një herë për të nisur një rrugtim të madh përcaktues për fatin e Republikës. Për ta thënë qartë, për ta thënë thjesht, për ta thënë zëshëm, për ta thënë krejt në këtë fillim, nuk ka asnjë dyshim se sonte kjo ditë, kjo natë, ky dëbim e kjo forcë e ky bashkim po nis valën më të madhe politike që ka pa Kosova ndonjëherë. Po vim këtë herë më shumë, këtë herë më të fortë, këtë herë më të bashkuar, këtë herë më të përkushtuar, këtë herë zemrën plot, mendjen e fortë, vullnetin edhe më të gurtë, këtë herë po vim si një, kjo është LDK-ja jonë. Dhe në këtë atmosferë të flakt e shkëlqyeshme që pas keni bërë sonte, qëndroj para jush, jo vetëm si kryetar i formacionit vetëm pavarësisht demokratik në vend, jo vetëm si kandidat i sapo nominuar për kryeministër, po qëndroj sikurse ju, sikurse secili prej jush, si një ndërrimtar i madh i të ardhmës që duam ta kemi. Dhe në këtë ardhme nuk jam ndërrimtar i vetëm, këtë herë jam bashkë me një grua të fortë, të drejtë e të pathyeshme, që sot qëndron krah nesh për një qëllim më të madh se sa secili prej nesh. Në këtë rrugtim jam bashkë me Vjosa Osmanin. Lejoni ta them me plot bindje se këtë të ardhme, këtë rrugtim do ta kemi. Nëse nuk e kemi, do ta kërkojmë. Nëse nuk e gjejmë, do ta bëjmë gjithçka që kjo ardhme të jetë e mbar për popullin e Kosovës. Dhe kjo ardhme nuk u takon atyre që ndajnë e përçajnë, kjo ardhme nuk u takon atyre që propagandojnë e mashtrojnë, kjo ardhme nuk u takon atyre që jetojnë në krizë e amullim, me mlef, në terrë, në zi. Kjo ardhme është plot dritë për Republikën e Kosovës. Kjo ardhme na takon neve të djellëve, djemve e vajzave të lidhjes demokratike të Kosovës, pasardhësve politik të Ibrahim Rrugovës, rrugtimit historik të Republikës Kosovës. Prandaj, nga kjo sallë po nisim kushtrimin e djathtë Dardan, jemi bërë bashkë si asnjëherë më parë, jemi bërë bashkë për një thirrje që na vjen si amanet politik, si kujtesë asaj çfarë jemi sot e çka ishim dje, si rikujtesë asaj se çfarë duam të bëjmë me këtë vend. Sepse ka kohë që Kosova pret një frymë si kjo, një frymë bashkimi, një frymë afërsie, një frymë që i bën njerëzit besojnë përsëri se politika mund të shërbej, mund ndërtoj dhe përgjitha mund të bashkoj. Dhe pikërisht këtë frymë po nisim sonte këtu me njerëz që nuk janë lodhur së besuari, me njerëz që nuk janë dorëzuar, me njerëz që duan këtë vend më shumë se sa ndarjet politike. Sonte, pas shumë vitesh largimesh, gënimesh, keqkuptimesh, po japim një mesazh të madh për Republikën. Ky mesazh na thotë se njerëzit e këtij vendi din të bashkohen kur Kosova ka nevojë, din të kapërcejnë veten, e din të krijojnë momentume që definojnë kohë. Kjo është koha jonë sot dhe Kosova ka nevojë për kohën tonë sot. Kosova ka nevojë më shumë se kurrë për bashkim politik që ndërpren pagopsinë politike populliste,
Kosova ka nevojë për lidhjen demokratike të Kosovës. Të dashur qytetar, shumë vite më parë rrugët tona politike u ndanë, jo sepse mungonte dashuria për Kosovën, jo sepse mungonte besimi te Grugova, jo sepse mungonte ideali për Republikën, i kishim të gjitha, por u ndam në një kohë të rëndë, në rrethana të vështira, në një klinë të mbushur me mlef, gabime e përplasje. Dhe për vite të tëra, politika jon jetoi me atë ndarje, edhe LDK-ja jetoi me atë plak. Edhe shumë qytetarë mbështetës tanë jetuan me atë zhgënjim, por sonte dua t'ju them diçka shumë njerëzore. Në politikë mund ndahesh, mund kalosh kohë të gjatë si të ndarë, por kur e do njësoj shtëpinë tënde politike, kur e do më shumë Republikën se gjithçka tjetër, rrugët gjejnë mënyrën të bashkohen prapë, sepse ka diçka më të madhe se sa secili prej nesh. Më të madhe se individi, më të madhe se egoja, më të madhe se mlefit të së kaluarës, kësaj të madhe i thojnë Republikë e Kosovës, i thojnë lidhje demokratike e Kosovës. Dhe pikërisht në këto dyja, ne kemi gjetur motivin për të nisur një etapë të ribashkimi, një etapë që krijon shpresë dhe u dal në krah qytetarëve tanë. E dashura vjos, kjo është LDK-ja jonë. Kjo është shtëpia politike që na ka formuar të dyve. Shtëpia politike që na ka mësuar të duam Kosovën para vetës. Shtëpia që edhe në ditët më të vështira nuk e humbi kurrë besimin te Republika. Kjo shtëpi sot na thërret të dyve, është koha t'i japim të gjitha kësaj shtëpie. Yjet politike na kanë sjellë sërish në një vend, në të njëjtin vend dhe të vetmin vend që ndihemi mirë të dy. Le ta krijojmë këtë momentum në një lidhje që qëndron në kohë, si një periudhë tek e cila kthehemi shumë vite më pas, si kujtesë e mbarë dhe e mirë për familjen tonë politike republike. Prandaj sonte le ta kuptojmë se ky nuk është vetëm bashkim politik, vjos, kjo është kthim në shtëpi, prandaj mirë se erdhe në shtëpinë tënde. Ky ribashkim është kthim te një besim që na mban çdo rrugtim, është kthim tek një mision që e kemi gjithë, tek një amanet politik që na ka lënë njerëzit e që ndërtuan këtë republikë me punë, me durim, me sakrificë. Ky amanet na jep edhe përgjegjësi, një përgjegjësi të madhe ndaj njerëzve që kanë pritur gjatë për një moment të mirë, ndaj qytetarëve që nuk e kanë humbur besimin edhe kur politika u ka lodhur shpirtin e rrënuar ëndrat. Ndaj njerëzve që sonte nuk kërkojnë spektakël, por kërkojnë shpresë. Dhe ne gjithë bashkarisht duhet të sillemi me përgjegjësi ndaj kësaj shprese. Sepse mos të harrojmë se jashtë kësaj sale është një Kosovë që po kalon ditë të rënda. Është një popull i lodhur nga zhurma, nga konfliktet, nga tensioni i përhershëm politik. Një popull që ka nevojë të marrë frymë lirshëm përsëri. Është një nën diku që pret djalin t'i kthehet nga mërgimi, një babë që nuk ja del dot muajit. Është një i ri që nuk është më i sigurt nëse duhet ndërtoj jetën këtu. Është një vajzë e re që para vetës i ka ëndrat më të bukura që dikush mund t'i ketë dhe sërish s'mund t'i realizoj dot. Është një familje që do thjesht ngrohtësi, mirëqenie e normalitet. Është një ndërmarrës që ndjehet i pambështetur, pa drejtim, pa shpresë. Është një mjek, një mësues, një ushtar, një punëtor që ka nevojë për politikan që nuk u sillen si pronar të shtetit, por si shërptor të qytetarëve të vet. Dhe mbi gjitha, është një Kosovë që është lodhur duke pritur, një Kosovë që do normalitet e qetësi, një Kosovë e etur për një politikë që bashkon e nuk përçon,
një politikë që ndërton e nuk helmon çdo ditë jetën publike. Pra është një popull i tërë që dëshiron të besoj edhe një herë, le t'ua krijojmë këtë besim vetëm edhe një herë se kaq ka nevojë populli i Kosovës. Prandaj ky bashkim duhet të jetë më shumë se një ngjarje, duhet të jetë një zotim se do ta kthejmë seriozitetin në politikë, dinjitetin në institucione dhe shpresën tek qytetarët e Republikës Kosovës. Sepse qytetarët e Kosovës nuk kanë më nevojë për një betejë politike pafund, nuk kanë më nevojë për njerëz që jetojnë nga kriza, nga tensioni e përçarja. Kosova nuk ka nevojë për politikan që kërkojnë përqindje pa ngopura për vete, por të atill që i japin gjithçka vendit. Kosova ka nevojë për njerëz që kuptojnë peshën e kësaj kohe dhe barrën që ka rënë mbi këtë pres politik. Prandaj kjo që po nisim sot nuk mund të jetë vetëm një fushat, nuk mund të jetë vetëm një garë për pushtet, kjo duhet të jetë një lëvizje e madhe shprese për Republikën e Kosovës. Një lëvizje që i bashkon njerëzit e mirë të vendi në një garem të përbashkët, që i bashkon njerëzit që janë lodhur nga urrëtia, që i bashkon njerëzit që besojnë se Kosova mund të ecë përpara vetëm kur mësojmë të bëhemi bashkë për gjëra të mëdha kombëtare. Dhe unë besoj thellë se populli i Kosovës është gati për këtë moment. Është gati për një frym tjetër, gati për një politikë tjetër, gati për një publik që ecë përpara me dinjitet, me besim dhe me shpresë. Besoj se bashkë ne të gjithë mund t'ja kthejmë Kosovës ndjenjën e sigurisë, ndjenjën se shteti ka njerëz që mendojnë për të nesërmën e jo vetëm për veten. Besoj se mund t'ja kthejmë qytetarëve dhe qetësinë se vendi i tyre ka megjithatë drejtim. Se institucionet e tyre do të merren me jetën reale të njerëzve, me pagat, me çmimet, me shkollat, me spitalet, me zhvillimet, e jo vetëm me konfliktin e përditshëm politik. Dhe mbi gjitha, besoj se mund t'ja kthejmë Kosovës frymën e humbur të bashkëpunimit, sepse ky vend ka ecur gjithmonë përpara kur njerëzit kanë ditur të bëhen bashkë për gjëra të mëdha. Besoj po ashtu se nuk jemi vetë, nuk do të na lënë populli i Kosovës vetë në këtë rrugtim të madh. Prandaj, sot dua ta shtroj dorën e ftesër për gjithë qytetarët e Kosovës. Ushtri ftesën për rrugtimin që po nis sot. Jo të na ndeshni neve të dyve, po të ecim bashkë, gjithë bashkarisht. Prandaj na duheni të gjithë, na duhen të rinj që nuk e kanë humbur shpresën, na duhen punëtorët që zgjohen çdo ditë në mëngjes dhe përballojnë jetën e vështirë në Kosovë, na duhen gratë që mbajnë familjet dhe shoqërinë tonë mbi supe, na duhen mjekët, mësuesit, ushtarët, ndërmarrësit, na duhet i gjithë populli i Kosovës, e gjithë Lidhja Demokratike e Kosovës dhe çdo besimtar në këtë rrugtim të madh. Zonja e Zotrin, ka momente në politikë që mbesin vetëm lajme ditës, ka momente që zgjasin vetëm një cikël elektoral, po ka dhe momente që mbesin gjatë në kujtesën e një populli, sepse flasim për diçka më të madhe se sa politika vetë. Sonte, kjo natë është një moment i tillë. Sonte po japim një mesazh të qartë për Republikën, mesazh se njerëzit që duan njësoj Kosovën dinë të bëhen bashkë, dinë të lënë anasht të kaluarën për të ardhmen, dinë të vendosin Republikën mbi gjithçka tjetër. Dhe pikërisht për këtë arsye, më lejoni që në duartrokitjet më të mëdha të mundshme, me kënaqësinë më të madhe, me respektin më të madh dhe besimin më të madh për Republikën tonë, të ftoj para jush ftoj para jush kandidatën tonë për presidente dhe presidenten e ardhshme të Republikës Kosovës, Dr. Vjosa Osmani.
Nuk ka fjalim që mundet me thënë me fjalë atë që po ndjej në këto momente. Megjithatë do të provoj. Kryetar Abdi Xhiku, i dashur Lumir. Shumë të dashur motra e vlezër. Motra e vlezër kemi qenë gjithmonë, mirë se ju rigjeta. Për muaj të tërë, kemi ecur bashkë me qytetarët anë e kënd Kosovës. Na i hapën dyert e shtëpive, na i hapën zemrat e tyre, i dëgjuam hallet e tyre, pam zhgënjimin e sinqert, por mbi zhgënjimin, në sytë e tyre, gjetëm edhe një dritë, gjetëm thirrjen për shpresë. Kudo, në çdo fshat, në çdo qytet, në çdo rrugë, në çdo prag shtëpie, në çdo shtrëngim duarsh, në çdo përqafim, kishte vetëm një mesazh, një zë: kthehu në shtëpi. Dhe sonte para jush, nga thellësia e shpirtit dhe në çdo rrahje të zemrës, dua t'u them zemërplot, po kthehem në shtëpinë time. Po kthehem këtu ku nisi ëndra jone e përbashkët, për Kosovën e lirë, të pavarur dhe demokratike, e në miqësi të përhershme me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Është e vërtet që kemi pasur dallime, kemi pasur edhe mos pajtime, por disa lidhje nuk i hup, as nuk i kput, as koha, as distanca e as politika, sepse ka pasur gjithmonë diçka më të fortë se të gjitha ato, një besim i përbashkët, një rrënjë e përbashkët, një ideal që ende ja kemi amanet këtij vendi. E pavarësisht dallimeve, ne kur nuk kemi qenë të huaj për njëri tjetrin. Në një familje politike, afërsia asnjëherë nuk matet nga mungesa e mosmarrveshjeve. Ajo matet me aftësinë për ta gjetur përsëri rrugën tek njëri tjetri. Sepse familja nuk është vendi ku gjithmonë pajtohesh, por është vendi ku gjithmonë përket. Dhe sot ky ribashkim është dëshmi se ne dim të jemi më të mëdhenj se ndasit tona, se dim ta kuptojmë njëri tjetrin dhe të ecim përpara së bashku. E po bashkohemi sot jo si pjesë të njëjta të trungjeve të ndryshme, por si pjesë të ndryshme të njëjtit trung. Po bashkohemi sot për të vazhduar idealin që thret për bashkim, për një Kosovë të fortë brenda, e lidhur ngushtë me Amerikën jashtë, një Kosovë ku interesi shtetëror gjithnjë e mund kalkulimin politik, një Kosovë që ndërton ura e nuk i pren në besë, as aleatët brenda e as aleatët tonë të lirisë. Një Kosovë ku suksesi vendit ton është vlerë e jo arsye për eliminim politik. Dhe pikrisht sot,
Sot po i përgjigjemi thirrjes për këtë amanet rrugovist, me përullësi, me vendosmëri, e me nderin më të madh. E pranoj përgjegjësinë që ma dhat. E pranoj nominimin për të udhëhequr bashkë me të gjithë ju kapitullin e ri të Kosovës. E pranoj besimin për të qenë kandidatja juaj dhe popullit të Kosovës për presidente të Republikës së Kosovës. Ndërka që ju sot pranoni besën time, pranoni vullnetin tim, pranoni zotimin tim të palëkundur, se Kosovën do ta rikthejmë në lartësinë e vizionit të atit ton themeltar, atin e Republikës son Dr. Ibrahim Rrugovës. E këtë rikthem do ta bëjmë si pjesë të kësaj shtëpie të madhe politike, kësaj shtëpie të përbashkët, të shtëpisë ku ndërtua filozofia që e bëri Kosovën shtet, ku ndërtua miqësia e përhershme me Amerikën, ku ndërtua aleanca me Perëndimin, ku ndërtua dinjiteti i kësaj republike. E nuk ka thirrje më fisnike se sa ti shërbesh një kauze që është më e madhe se vetvetja. Sepse kjo republik është më e madhe se çdo mandat, çdo individ e çdo parti dhe më e fortë se çdo moment politik. Dhe sot para Kosovës janë dy rrugë. Njëra është rruga e izolimit, e krizës së përhershme, e propagandës që na i shan edhe njerëzit në varr, e patriotizmit të rrajshëm që bërtet shumë në shtëpi, por hesht dhe ka frikë para armiqve. Që kërcnojnë ta dërgojnë vendin në zgjedhje çdo 3 muaj, sepse nuk ngopen kurrë. Rruga e atyre që e shndrojnë në mision eliminimin e çdo njërit që Republikën e vendos para çdo interesi partijak e ideologjik. Rruga e atyre që e dërguan vendin në zgjedhje të panevojshme, e ja refuzuan popullit 51% vetëm për të eliminuar një presidente që ulet me presidentin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Kurse rruga tjetër është rruga e amanetit të Rrugovës, është rruga e shtetit serioz, është rruga e aleancave të forta, e respektit ndërkombëtar, rruga e Kosovës që nuk përkulet kurrë, por as nuk vet izolohet, e Kosovës që u ndërtua nga populli i saj me mbështetjen e mërgatës sonë të jashtëzakonshme. E unë sot bashkë me ju kam zgjedhur këtë rrugë. Kam zgjedhur këtë rrugë për t'ja hapur bashkë një kapitull të ri Kosovës. Prandaj është nder i veçantë që do t'i prim kësaj liste së bashku me Lumirin si kandidat për kryeministër. E ne të dy së bashku me secilin prej jush dalim para vullnetit të popullit ballhapur. Dalim ballhapur, por po ashtu zotohemi para jush, se kur nuk do ta bllokojmë shtetin ton
për interesa politike e aq më pak për pozita, sepse pushtetin nuk e kemi me patjetër. Me patjetër, vetëm në gjë që e kemi me patjetër, është mbrojtja e Republikës sonë. Të dashur, të pranishëm, si që dini me 4 prill përmbylla mandatin tim si presidentja e 6 të Republikës së Kosovës. Dhe këtë detyrë e kam mbajtur me nder, me dinjitet dhe përgjithësi. Çdo shkronjë vendimeve të mia, çdo fjalë diskutimeve anë kënd botës, ka qenë vetëm në interes të Kosovës dhe të qytetarëve saj. E për këtë përgjigjem para popullit dhe para Zotit. Pesë vite shërbim, 5 vite betej, 5 vite me zë të fuqishëm që jehojmë me të vërtetën e Kosovës kudo në botë. 5 vite forcë për t'i ballafaquar dhe për t'i turpruar armiqtë tanë. Prandaj ky përkushtim nuk do të ndalet sado që dikush mund ta dëshirojë një gjë të tillë. Sepse faktet janë kokëforta dhe janë në anën tonë. Janë në anën tonë. E vërteta është në anën tonë. Ne kemi veç të vërtetën. Ata kanë veç propagandën. Dhe këto fakte dëshmojnë punën tonë edhe atëherë kur ne thyem murin e njohjeve për Kosovën. Edhe atëherë kur ngritëm Kosovën në piedestal ndërkombëtar si shtet themelues në bordin e paqes për krah Amerikës. Edhe atëherë kur janë mbyllëm dyert Serbisë. Edhe atëherë kur zëri vuajtjeve të Kosovës u dëgjua anë kënd Kosovës. Edhe atëherë kur mbrojtëm sovranitetin e integritetin territorial me çdo kusht, asnjëherë duke mos u përkulur para asnjë presioni. Sepse sovraniteti nuk është parull politike sa herë i duhet dikujt për duar trokitje, por është amaneti më i shenjtë që e kemi nga dëshmorët, që e kemi nga martirët, e sakrifica e një populli të tërë që qëndroi në këmbë edhe në kohët më të vështira. Kush do ta kishte imagjinuar para 5 viteve që forca jonë e sigurisë, që ushtria jonë do t'jetë ndër vendet e para në botë, që ftohen nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës për ta mbrojtur paqen në botë, e që ushtari i Kosovës aftësohet për krah ushtrisë amerikane për të bërë shtet i NATO-s. Për herë të parë pas shumë vitesh, Kosova nuk shtihej më në arenën ndërkombëtare vetëm përmes plagëve të së kaluarës, por edhe për sukseset dhe arritjet e saj në arenën ndërkombëtare. Por, siç e keni parë, ka nga ata që nuk i dojnë afër alatët që e mbrojnë Kosovën. Ka nga ata që ushqehen nga kriza e kaosin në kurriz të shtetit. Ka nga ata që e quajnë veten të pazëvendësueshëm pikërisht duke mbajtur qytetarin peng të frikës e viktim të linçimeve. Kush do të kishte imagjinuar 27 vjet pas luftës që dikush do të konsiderohet si pengesë vetëm sepse i ka hapur dyert Kosovës. Të konsiderohesh si pengesë kur flamuri i Kosovës nisi të ngrihej lart në forume botërore ku dikur as nuk naftonin. Pengesë nga ata që nuk e ngrenë dot këtë flamur as brenda forumeve të tyre të brendshme e lëre më në forume ndërkombëtare. Të konsiderojnë si pengesë kur partneriteti me SBA u bë më i fortë se kurrë. Kur BE-ja nisi të heqte masat kundër Kosovës. Kur rruga drejt NATO-s nuk ishte më slogan, por proces real e i mbështetur nga aleati ynë strategjik. Kush do ta kishte imagjinuar se të gjitha këto bëhen pengesë dhe frikë e arsye për blokadë të shtetit ton dhe zgjedhje të panevojshme.
kush do ta kishte imagjinuar që konsiderohesh pengesë sepse do Kosovën si shtet, ku ushtari i Kosovës mbron paqen krah për krah me ushtarin amerikan, e jo si një shtet ku politikan të caktuar thonë se bond stilit duhet t'i qesim e t'i kërkojmë qira. Një shtet Një shtet serioz nuk i fyen miqt. Një shtet serioz nuk i teston aleatët e liris, por punon bashk me ta në mbrojtje të sovranitetit, integriteti territorial dhe kushtetutshmërisë së vendit tonë. Sepse historia jona dëshmon se sa herë kemi qenë pranë aleatëve tanë, kemi fituar. E sa herë egoja është vendosur mbi shtetin, kemi paguar çmim të lartë. Pra, po e kuptoni tani që ata presidencën e donin si një simbolik, e donin si një hiq, e jo të fort si që na la amanet presidenti Rugova. Ata e donin presidencën për fjalime, jo për rezultate. Ata e donin presidencën si inexistente, si një OJQ, si një cop letër, e jo si një institucion që e ngrit Kosovën pjedestal para syve të botës. Ata e donin presidencën veç në deklarata, jo në tavolina të vendimarrjes botërore. Ata e donin duke trokitur në organizata ndërkombëtare, po jo duke ushtruar ndikim në to. Dhe kur Kosova filloi të ngritej lart e më lart, rrugtimi u bë i vështirë e më i vështirë. Dhe për çudi, pengesat nuk vinin vetëm nga armiqt e njohur, por edhe nga miqt e shtirur, Kur Amerika donte të ndihmonte Kosovën për të forcuar pavarësinë e saj energjetike, u sabotuan projekte strategjike e si rezultati kësaj sot rëndojnë këto jetën dhe xhepin e qytetarëve. Kur ftohesha në Këshillin e Sigurimit e në samitin e NATO-s, kërkesat më të mëdha për mos pjesëmarrjen time vinin pikërisht nga brenda Kosovës. Dhe kështu duke menduar se më godisnin mua, e godisnin Kosovën. Pra më shumë shpenzim e energji për pengesa e blokada se sa për fitore diplomatike. Dhe atëherë kupton se nuk je përballë një dallimi politik normal. Je përballë frikacakëve. Je përballë frikacakëve të cilët i druhen forcimit të Kosovës. Je përballë frikacakëve të cilët e hedhin gurin e fshehin dorën. Je përballë dy mentaliteteve krejt të kundërta. Dy mentalitete krejt të kundërta shtetërore. Njëra që e izolon Kosovën, e njëra që ja hap Kosovës dyert e botës dhe njëkohësisht mbron sovranitetin e shtetit. Por, ka një gjë që historia e këtij populli na e ka mësuar gjithmonë. Rrugët e mbyllura nga frikacakët gjithmonë hapen nga populli. E është populli që e di të vërtetën. Është populli që e njeh punën të cilën asnjë propagandë, asnjë linçim, asnjë manipulim nuk do të mund ta zhbëj kurrë. Është populli që e kupton se kur një rrugtim i mirë për Kosovën ndërpritet padrejtësisht, ai nuk zhbëhet. Rikthimi është edhe më i fortë, rikthimi është edhe më i qartë, rikthimi është edhe më i vendosur e më i lidhur me zemrat e njerëzve. Prandaj jam sot këtu. Sepse rruga ime politike nuk ka qenë kurrë vetëm rruga ime. Ka qenë rruga e qytetarëve që e duan një Kosovë më të drejtë, më të fortë dhe më të respektuar. Ka qenë rruga që e fillova pikërisht këtu, në mesin tuaj. Dhe prandaj betejë jon vazhdon. Askush nuk mund ta ndalë dot. Askush. Sepse ky popull mund të përballet me dhimbjen,
mund të zhgënjehet, mund të lodhet, por kur nuk dorëzohet. E kur qytetarët janë të vendosur, nuk ka pengesë që i ndalë, as linçim, as propagandë, as frikë që i kthen ata prapa. Sepse Kosova nuk e ka luksin që të ecë prapa. Kosova ka vetëm një drejtim, përpara. Andaj ky nuk është një bashkim për pushtet. Ky është bashkim për shpresë. Një shpresë që nuk ndërtohet mbi frikë, por mbi guxim. Guximin për ndërtuar institucione që zgjasin më shumë se mandatet tona. Mbi guximin për të folur me njëri tjetrin e jo për njëri tjetrin. Guximin për të ndërtuar, respektuar mendimin e njëri tjetrit dhe jo për ta urdhëruar dhe friksuar tjetrin. Guximin për ta parë shtetin jo si pronë të partisë, por si amanet qytetar. Sepse Republika nuk është pronë e një njeriu, as e një partije të vetme. Republika është e popullit, është e përbashkët dhe na don e i duhemi të përbashkuar. Ne e dim se Kosova nuk ka mungesë potenciali, por ta ruajmë nga ata që potencial të vetëm e kanë pengesën dhe krizën. Kosova ka nevojë për drejtim, e jo për stagnim, për stabilitet, për seriozitet, për një vizion që nuk ndryshon me stinët politike. Ka nevojë për horizonte të reja e të guximshme strategjike. Dhe unë besoj me gjithë zemër se kjo është e mundur. Sepse për këtë kam punuar dhe besuar gjithmonë. E besoj sepse kam parë forcën e këtij populli në ditët më të vështira. Andaj, nuk mund ta përmbyll ndryshe, përveç se duke ju thënë, faleminderit nga thellësia e zemrës. Faleminderit Faleminderit për zemrat e hapura, për duart që u zgjatën pa hezitim në momentet më të vështira, për syt plot shpresë që po i shoh sonte këtu, për fytyrat që sot nuk mbajnë vetëm buzëqeshje, por mbi të gjitha reflektojnë kthimin e një besimi, për qëndresën tuaj të heshtur por të pathyeshme, për besimin e pashoq, e mbi të gjitha për dashurinë ndaj Kosovës sonë. Unë besoj fuqishëm se përgjigja gjendet pikërisht këtu, tek njerëzit që e kanë guximin të bashkohen, jo për veten e tyre, por për Republikën. Tek ata që e kuptojnë rëndësinë e të vërtetës, e jo të atyre që struken e zhyten në labirinthet e hijeve të errta për të na humbur edhe shpresën. Dhe prandaj sot, ju ftoj të gjithve, jo vetëm të besoni përsëri tek ne, por të besoni tek njëri tjetri. I ftoj edhe të tjerët që nuk janë sonte këtu, që t'i bashkohen këtij rrugtimi. Lista që po e ndërtojmë është shtëpia e çdo qytetari që beson në shtet, që beson në Zot, që beson në familje, që beson në demokraci dhe që beson në aleanca. Kjo është lista ku për herë do të fitoj, jo individi, por Republika. Republika e Kosovës është ajo që na ka bashkuar gjithmonë rreth kësaj shtëpie dhe ajo që po na bashkon sërish. Sepse në fund të fundit nuk ka rëndësi sa larg shkon. Nëse zemra jote e di gjithmonë se ku është shtëpia jote. Dhe për mua, kjo është shtëpia ime. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë, Zoti e bekoft Kosovën dhe qytetarët e saj
Zoti e bekoft Kosovën dhe aleatët tanë, e ftoj Lumirin edhe njëherë në skenë. Faleminderit nga zemra. Le të punojmë bashkë deri me 7 qershor për një fitore të madhe. Zoti e bekoft Kosovën, Zoti e bekoft Lidhjen Demokratike të Kosovës. Ju falenderit.